Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj mërkure të datës 22 tetor. Ju përshëndes gjithëve, ora 7 fiks nisim emisionin, ora juaj dhe për sot do të qëndrojmë në 2 orët e para edhe të këtij mëngjesi, si për herë, nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9, fillimisht duke ju përcjellë një orë me disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit. Dhe do të kemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv për gënjeshtrime dhe kërcënime, si u përpoq Aurel Hoxha të manipuloi hetimin e vrasjes së Klevis Leshe. E miri, autoritetet shqiptare janë të fundit që pyeten për parkun kombëtar. Spaj vogli nga daçelat që po ndërtohen do të çojnë qytetin në kolaps. Do të vijë dhe shefi të krimeve, Aurel Hoxha, po planifikonte një vrasje në burg, a është Arben Leshi. Projekti japonez për Butrindin Musaj, arkitektura moderne me trashëgimin kulturore mund të përqafojnë njëra tjetrën. Më ratë e veshej, policia Librazh distis provat për dhunë familje, çifti nuk di shkrim e lexim. Gazetar italian, mafia shqiptare, strukture fshet dhe elastike si ndraketa. Alarmi ish prokurorit në Durrës dhe Kakavi, nuk po kapet më asnjë gram drog, diçka nuk shkon. Nëse s'vjen orën 6, djali i drejtores së ZVA-s kërcënon mësuesin për një postim në Facebook. Iku dhe një djali i Xhavitit mesazhe në Skype për vrasjen e Klevis Leshit, qeni po luante me Kafkë. Pamje shqetësuese aksidenti në rrugën e Arbrit, makina bie në humner. Mazreku sfida e seancave të gjata dhe nevoja për justifikim. Mazreku bojkoti nevojshëm për mbrojtjen e avokatëve. Cakani në epiqendër në avokatët kryesisht sot mbohen pazare. Cakani, avokati tregoi vlerat, Musaj ka bërë detyrën. Zhëllima kur goditet një avokat në krye detyrës, bojkoti i domosdoshëm. Dhima të verifikohet numri avokatëve që cakton prokurori Elbasanit, a janë gjithmonë të njëjtë. Zhëllima gjyqtarja dhe prokurori Elbasanit po zbatojnë kushtetutën e 76-s. Rasti Elbasanit para gjykim i hapur në vendimmarrje. Cakani, rasti Elbasanit fundi një epoke ku avokatët janë nështruar. Sekretari i AUEB viziton Tiranën, Shqipëri, administrim cilësor të zgjedhjeve. Bashkëjetuesi i gjyqtares Megi Strakosha, që sulmoi avokatin, ekspert te komisioni Andi Spak, Xhafaj, babai i saj dënuar nga Spaku. Pamjet prag tragjedia në qafllotsh, makina përplasen kok më kok, njëra shpërthen në flak. Hiqet termi gjithëpërfshirëse miratohen në komision ndryshimet e përligjit për barazin gjinore. Toyota Yaris, gjykata e lartë merr vendimin për 3.4 milion euro të konfiskuara. Ekspertët nga Spanja dhe Italia trajnojnë ekspertët e ILD-s. Konzato, gazetaria investigative, rol kyç në promovimin e transparencës dhe llogaridhënies. Shëngjin arrestohen 3 të rinj dhe vihet në hetim, i mituri në makinë, një gjet kanabis dhe thik, njëri kishte 60 plumba në shtëpi. Sala, grup pune për përmirësimin sektorit farmaceutik, tolerancë zero ndaj abuzimit. Kongresi Botëror i të Drejtës në Tiranë, prill 2027, La Mallari, 5.000 pjesëmarrës. Arrestimi i avokatit Barjami Kazizaj, duhet të reagonim mashpër ndihemi të ofenduar në sallën e gjyqit. Inceleratori i Fieri gjykata e lartë
ndosja të rishqyrtohet në apelin e GKK-s me trup tjetër gjykuese. Foto dhe emri ishi dashur i arrestuar për gjovënie, e kërcënonte nga burgu 16 vjeçaria tentoi të arrestimi i avokatit Baljami, reagon gjykata e Elbasanit, nuk ndodhin mjediset tona, nuk lidhet me gjyqet. Gjykata e lartë anulon dënimin bashkim dedjes si shkreu i kushtetuesës, do rigjikohet në GKK. Çifti i Korçar shtrohet në spital pas natës së parë të martesës, arsyeja trondit mjekët. Zjarri në një fermë agroturizmi në Leskovik përfshihet nga flakët një shtëpi druri. Prindishje nga 2 persona, 16 vjeçari në Tiranë dëmton veten dhe një punojëse policie. Në prag nga 42 vjeçari nga Kavaja akuzohet për trafikim dhe shfrytëzim të një gruaje. Identiteti digital Semana, Shqipëria ndjek modelin e Bashkimit Evropian, por duhen vite për zbatim të plot. Apeli posaçëm urdhër Spakut hedhoni kryebashkiaken e Lushnjës Selda Sefa. Protestë para Ministrisë së Shëndetësisë denoncohet mungesa e shërbimeve dhe medikamenteve jetike për pacientët me kancer. Arrestimi i avokatit Ulian Baljami, prokuroria në Elbasan shpall mos kompetencë. Pse nuk u ndalua bojkoti i seancave pas lirimit Ulian Baljamit, reagon kreu i dhomës së avokatisë. Arrestimi i avokatit, inspektorët e ILD-s shkojnë në Elbasan, nisin verifikimet. Emri kapet me lëndë narkotike gati për shitje pranga 29 vjeçarit në Fier. Protestat e Ministria e Shëndetësisë Stafa, pacientët lihen tetor në karrige për të marrë trajtim. Është mbushur kupa, Max Haxhia për bojkotin e avokatëve, do i braktisim seancat për muaj me radhë nëse. Sa duhet që reforma në drejtësi shkëputi lidhjet me politikën, rol vendimtar i Komisionit Venecias në hartim. Piramida pjesë e ofertës turistike të Tiranës. Në emri tentoi të vriste një person, ekstradohet nga Greqia 39 vjeçari. I dënuar për vjedhje, arrestohet 50 vjeçari në Hanin e Hotit. Gazetari Eldon Qyno, disa prokurorë të dehur në gjyq shikojnë dëshmitaret nga pas. Vrasja e Klevis Leshit, apeli i GKK-s lë në burg Sabah Nuzi. Turistja gjermane rrëzohet nga kompleksi në Barbullush, ndërkohet në spitalin e Shkodrës. Konflikt në familje në Lushnjë, nusja dhunon vjerën kanoset nga 46 vjeçari. Mirëditë, rëshqitja aksidentalisht në lumin Fani Vogël humbjetën 49 vjeçari. Shpërndante lënë narkotikën Durrës, arrestohet 19 vjeçari. Pamje, kinezët e morën drogun nga Bangkoku për ta shitur në Shqipëri. Policia jep detaje e ndarë në 120 pako. I dyshuari kryesor, kapi Aldo Avdyri, Spak drejt tërheqjes së dosjes për zhdukjen e Ervis Martinajt. 100 kg lëndë narkotike nga Tajlanda në Shqipëri, arrestohen 2 kinezë në Rinas. Shohim lajmin nga politika. Kolliçi brenda 2 ditësh pritet raporti përfundimtar i ODIR është më i rëndë se ai para prak. Zhupa projektet për Butrintin bëhen nga njerëz që kanë qëllimin ta drejtojnë si mall tregtar. I lidhshumit jashtë shtetit rrog 20.000 euro, Noka Begaj nuk mund të ri më në karrigen e presidentit. Çështja e Sonila Betjas tregon gjendjen ku është drejtësia sot. Noka, vrasja e gjyqtarit Kalaja, mlef ndaj drejtësisë. Linda Rama në Londër, Shqipëria po rizbulon vendin e saj, globalizimin na ka lidhur me botën. Besart Xhaferi, Sali Berisha të largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike nëse a jeni takuar me Putinin. Rama në Londër, jo faleminderit, kur nuk jemi tunduar nga oligarkët rusë. Rama nga Londra, të luash me migracionin me mënyrën se si po luhet është e rrezikshme.
Siguria dhe politikat globale, Rama në Londër, vendet e tjera e shohin Europën si një gjigant të lodhur. Nën financim dhe abuzim e fondet, Ali Mehmeti, ja pse mazhoranca e refuzon mocionin me debat për krizën në shëndetësi. Gara për Bashkinë e Tiranës, Binaj, thirrje e qytetarëve. Bashkohuni pa dallim partie, fushata jonë është për të gjithë. Rama, qendra pritjeje për emigrantët e palishëm kur në Shqipëri. PD depozitojnë emrat e kandidatëve për anëtar të Komisionit Rregullator në KQZ, demokratët rikthejnë Ristanin. Rama nga Londra, që të jetë e suksesshme, Kosova duhet të harrojë Serbinë. Kam qenë avokat i kësaj gjëje. Rama, ndarësimi i Shqipërisë në BE pa të drejtë vetoje është i mirëpritur. Ku është Suela? Rama ironizon ish sekretarin britanike, po të mallkuar shqiptarët zhdukesh. Rama në Londër, Shqipëria po ecën më mirë se sa vetë Europa. A do ta mbështes Florian Binajin në garë për Tiranën, ja si përgjigjet e Lira Çepa. Manastiriu me përfaqësues të shoqërisë civile zhvillojnë dimensionin social të Tiranës. Aksioni për lirimin e hapësirave publike, Rama non-stop në çdo cep. Apeli që kërkos rihapdosin e kryebashkiakës së Lushnjës. Florian Binaj bashkon opozitën, fushatës bashkohen Hasimi, Ali Mehmeti dhe Dota. Një vit nga arrestimi i ish-presidentit, Ilir Meta tjetër kërkesë për ndryshim të masës së sigurisë. Strazimiri, rekomandimet e Komisionit Venecias nuk u zbatuan për reformën në drejtësi. Hispan t'i jepet fund të reformave si llogari politike duhet të kthehet në besimit e zgjedhjet. Rama ndan pamje nga transformimi i shkollës së mesme të përgjithshme Adem Haxhia në Shkodër. Bylyk Bashi, jemi pacient Venecias për zgjedhjet dhe për drejtësinë. Presidenti e Venecias duhen garanci të reja për ta bërë më të fortë dhe më autonome drejtësinë. Tabaku, një shtet pa gjykatë kushtetuese si një orë pa busull, por në drejtimin e gabuar. Gjikluri balanc mazhorancë opozitë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, premis për konsensus. Reforma zgjedhore Celi Bashi të parashikojnë rregullat për financimin e partive nga palët e treta. Reforma ndrejtësi një nga detyrat më të vështira e Komisionit Venecias, u rrit niveli i besimit të njerëzve te gjyqësori. Ish deputeti e PD-s Gjeni Gjergji emërohet drejtore e Spitalit të Elbasanit. Si paraqitet gjenda shëndetësore i ish-kryeministrit Fatos Nan. Mbetet në burg bojkoti i avokatëve, shtyhet seanca ndaj Veliajt, një data kur pritet zhvillohet. Samiti i procesit Berlinit, kryeministri Rama niset drejt Britanisë së Madhe. I panderur në dosjen Veliaj, biznesmeni Elman Abule paraqitet në GKK. Një vit nga arrestimi, Ilir Meta kërkon shuarjen e masës së sigurisë. Xhixho nxjerr videon, shumë lagje të kryeqytetit vazhdojnë të mbeten pa ujë për orë të tëra. Tetori Rozë, Rama, gratë dhe vajzat të bëjnë mamografin falas. Shumë zhvillimet nga rajoni. Vaksina ruse kundër kancerit, Serbia gati ta testoj për herë të parë. Gërvalla në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kosova është ekonomi e fortë, Banka Botërore na ka ranguar top lider në Europë për rritje ekonomike. Kosova rrezikon të mbetet pa fonde nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Nebiu, fitore e thellë e VMRO-DPMNE-s dhe koalicionit të saj, ka fituar 90% të komunave. Kurti, po përpiqemi të bëjmë qeverinë, por duket se alternativë janë zgjedhjet. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton raportin për Kosovën.
Zgjedhje lokale në Kosovë nisë rinumërimi i votave në 3 komuna dhe i atyre me kusht. Ndodhë në Greqi, 18 vjeçari mbyti nënën me peshqir dhe njoftoi policinë. Fundi i epokës Dodik, analizë a është i mundur kthimi i tij. Dyshohet se i përkasin personave të zhdukur gjatë luftës, zbulohen mbetje mortore në Kosovë. Dorëzohet Milorad Dodik, heqdor nga posti i presidentit të Republikës Srpska, SBA përshëndet vendimin. Rama dhe Kurti i bashkojnë Londra pas përplasjes për tubimin pro ushtrisë shkrimtare të Kosovës në Tiranë. Serbia në gjendje të pashpresë pas vendimit të BE-s për gazin rus. Komuna e Çashkës e shqiptarëve Shaqiri, ne kemi të drejtë të heqim, fitoria ishte vullneti i popullit. Çai jo më bastioni BDI-s me xhiti, kjo ishte më shumë se garë elektorale, ishte referendum për ndryshim. Shoqëria civile në Kosovë i kërkon në BE-s të heqë asaj masat ndëshkuese, ndron jetë Nebojša Pavković, i dënuar për krime lufte në Kosovë. Ishu grek tarif për turistët, shoqata e bashkive propozon 3 euro për vizitorët ditor. Beogradi dhe Moska nënshkruajnë memorandum për thellimin e bashkëpunimit. Çfarë ndodhi në seancën maraton që zgjati deri në orën 4 të mëngjesit, kush i vrau pronarin grek në mikun e tij shqiptar në Greqi, 2 të rinjt e dyshuarja hedhin fare njëri tjetrit. Votat në Maqedoninë e Veriut VMRO-DVMN e shpall fitoren, njakur do të mbahet raundi 2 i votimeve. Radio Europa Lir, dronët ndryshojnë lojën në Kosovë. Lista serbe sfidon kuvendin e Kosovës dhe rrezikon formimin e qeverisë së re. Kosova, shteti vetëm në rajon ende jashtë konferencës europiane të ministrave të transportit. Vrasja e pronarit grek dhe mikus shqiptar përfundon seanca e dëshmisë të riu të akuzuar, avokati nuk është ai autori. Vjen me zhvillimet nga bota. Kancelari gjerman Merz zbulon se ka filluar të testojë inteligjencën artificiale për të hartuar projekt ligje. Spanja zotohet për mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën deri në paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Zbulohet varr masiv në Siri, shumica e viktimave janë. Spanja kërkon të jap fund ndryshimit të orës në Bashkimin Evropian. Cilët janë 2 librat që Sarkozy mori me veten në qelim VIP, nga simbolika e tyre. Stërvitja vjetore bërthamore NATO-s, Steadfast Noon, përfundon në Holand. Trupa britanike vendosen në Izrael për të monitoruar arpushimin në Gaza. Arrestohen 2 shqiptarë në Itali. Njëri tenton të haratiset policëve dhe i plagos. Banka Botërore, rindërtimi i Sirisë kushton 216 miliard dollar. Trafikoi 120 kg drogë në Gjermani, dënohet me burg 25 vjeçari shqiptar. Vance premton nga Izraeli, asnjë ushtar amerikan nuk do të prek tokën e Gazës. Sulmohet dhe grabitet në Gjermani furgoni me 10 pasagjerë shqiptar. Britania e Madhe heq Hayat Tahrir al-Sham nga lista e organizatave terroriste. Zëvendës presidenti Vance, kthimi i të gjithë trupave të pengjeve izraelite do të kërkoj pak durim.
Patenta e re në Bashkimin Evropian, çfarë do të ndryshojë? Shtëpia e bardhë hedh poshtë spekulimet. Trump dhe Putin nuk do të takohen. BE mbështesin përpjekjet e Trump, jemi kundër lëshimit të territorit të Ukrainës. Gjeti punë në rrjetet sociale, 44 vjeçaren e merr pronari 1 muaj peng në shtëpi. Liderët evropian mbështesin thirrjen e Trump për ngrirjen e vijës së frontit në Ukrainë. Ish presidenti francez nis dënimin në La Santé të burgosurit e presin me mbrojtësi. Pëlqimi dhe zbehja e Sarkozit Chobani nga partitë politike në Francë nuk ka pasur asnjë koment. Do arrestojmë Netanyahu nëse shkel në tokën tonë. Izraeli kritikon kryeministrin e Kanadas, rishqyrtoi deklaratat. Samiti Trump-Putin, Bullgaria jep garanci presidentit rus për të kaluar në hapësirën e saj ajrore. Patenta e re në BE çfarë do të ndryshojë? Hamasi jep lajmin, do të lirojmë trupat e 2 pengjeve të tjera. Kalas presionin ndaj Ukrainës nuk është rruga e duhur. Foto, gruaja luan klarinet gjatë një operacioni në trup për të lehtësuar simptomat e sëmundjes së Parkinsonit. Arrestuan të Ukrainës në Bukuresht për tentativë sabotazhi. Organizuan sulmin ndaj autobusit të një ekipi basketbolli ku humbi jetën shoferi, policia arreston 3 autorët, mbanin Mussolinin dhe gjykata dënon me 21 vite burg të dyshuarin për atentatin ndaj kryeministrit Roberto Fico. Polonia nuk e përjashtoi arrestimin e Putinit nëse ai fluturon mbi hapësirën tonë ajrore. Gjermani kërkohet shtrëngim i rregullave për përdorimin e kanabisit mjekësor. BE në presion për dëbime afganësh. Zgjedhje në Holand, autoritetet inteligjencë artificiale problem serioz për demokracinë. Sondazhi Reuters për Trump, vlerësimi i presidentit amerikan rritet me 2% edhe pas mbylljes së qeverisë. Aleancë për mineralet e rralla, Trump nga albaneze bojkotojnë paktin me Shtetet e Bashkuara në Australisë. Kremlini nuk ka një datë për takimin Putin-Trump. Masa ndaj Izraelit në tryezën e BE Kalas, nëse nuk bëhen hapa para, do të rishikojmë planin e masave. Jo me zhvillimet nga sporti ndërkohë. Rezultatet mbrëmjet Champions, plot gola dhe emocione, Paris Saint-Germain dhe Interi bëjnë detyrën Arsenalin poshtë me poker Atletico. Barcelona luan tenis me Olympiakos, barazim pa gola me Skajrat Almaty dhe Pafos. Cannavaro mban rekordin e çuditshëm për topin e art që Ronaldo dhe Messi nuk mundën tani. Historia e futbollit kosovar, dikur shok skuadre me Ronaldo, sot punëtor në një kantier ndërtimi. Rezultat historik në Europë, të rinjtë e Skënderbeut barazojnë me Aston Villën në UEFA Youth League. Djali Cristiano Ronaldos përfshihet në listën e Portugalisë U16. Xabi Alonso duhet kujdes nga Juve, është e rrezikshme, ne janë të zemëruar. Agustin Kora i shtruar në spital reagimi i FSHF-s për legjendën e Tiranës dhe kombëtares. Judo, Shqipëria fiton 7 medalje në kampionatin ballkanik për U23-shin. Bologna në panik, Italiano shtrohet në spital.
Bayern i blindon trajnerin Kompany, i rinovon kontratën deri në vitin 2029. Don Zhegrova rikthehet në stërvitjet e Juventusi, gati për duelin me Realin. Vërshojnë kritika ndaj Isak, rrezikon të jetë blerja më e dështuar në histori. Pankinat në Europë, Nottingham rekord në 3 trajnerë deri tani, Serie A rekord unik. David Alaba dëmtohet sërish humbe sfidat me Juventusin dhe Barcelonë. Penaltia e dyshimit e dhënë për Milanin ndaj Fiorentinës, gjyqtarët mund të dënohen. Drejtori i Akademisë së Juventusit, seminar në shtëpinë e futbollit. Barcelona e zhytur në krizë nga borxhet, duhet paguaj në 159 milionë euro. Rikthehet Champions League, sot Arsenali sfidon Atletikon. Hansi Flick thosë se Barcelona ka ndryshuar plotësisht. Asi minut me Real Madridin dhe frustrimi në rritje i Endrick. Klopp refuzova Manchester United sepse nuk doja rikthimin e Ronaldos dhe Pogbas. Openda 44 dhe Zhegrova 15, Juventusi a ka dështuar sërish në merkato. Dyvishohet vlera e talentit Luis Hasa, më parë ka qenë pjesë e Juventusit. Këto ishin mënyrë për mbledhur lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Është koha për një hapësirë të shkurtër publicitare. Mos u largoni, pas pak nis komunikimi me ju. Kemi në studio në pjesën e dytë të programit në 7:31 minuta, drejt për drejt në Ora News dhe në live stream oranews.tv. Ju presim, është hapësira e komunikimit të drejt për drejt me ju. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Unë jam nga Kruja, si folë, diskutum në dje. Po? Më thej për punë e legalizimit e shtëpive, si kam atje, më thej shkoshik Air Albania. Po, i Albania. Shkova pas dje, nuk ka asnjë gjë. Nuk ishte përgjigje? Ja. Okej, dashur, do merre mund dhe do kontaktojmë në telefon, dakor? Na falë se i bëj bezdis, pa, na falë. Nuk i bëri bezdisur as ju, as kush tjetër në emisionin nderuar, kështu që sa herë të doni dhe të keni nevojë ne jemi këtu. Faleminderit juve. Ditë mbar. Prandaj kemi vendosur dhe emrin Ora Juaj, kështu që është Ora Juaj. Po. Shkojmë tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Alo? Ishte pak më herët. Mirë, jemi në hapësirën e komunikimit të drejt për drejt me ju, në këtë pjesë të parë të komunikimit dhe dytën e programit. Jemi së bashku deri në 8:55 minuta në komunikim pa ndërprer. Si çdo ditë nga hëna të premte prej orës 7 deri në orën 9, numrat i keni aty. Në 068 99 00008, në 068 60 54 639. Sikundër mund të na shkruani për çdo problem apo shqetësim që keni edhe në rrjetet sociale. Është e njëjta gjë në kuptimin e ndjekjes apo përcjelljes një problematike të caktuar, njësoj sikundër bëheni pjesë e emisionit. Them pra të pjesë që nuk ka mundësi të na telefonoj, ka të pamundur apo është e zënë linja e numrave të kontaktit. Ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për vimin e komunikimit me ju, sapo kemi nisur me telefonuesin e parë të kësaj të martët të datës 22 tetor 2025 në takimin e radhës këtu në Ora Juaj. Ju presim edhe një herë në 068 99 00008, 068 60 54 639 në këtë hapësirë televizive për gjithë ju që doni na bashkoheni dhe bëni pjesë e emisionit. Kemi telefonat? Urdo? Okej, s'me... Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Flisni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë. Jam një banor komuna Kolçi. Po? Të lesh. Jam rrallë për e javë të koshë të hina të ujtë peshëm s'kena. Për çfarë? Koshë të hina të ujtë peshëm. Ujtë pishëm dhe kosha mbeturinash.
Po si ja bëni për ujin ju? Ujë pishëm, ose mushin një prunë. Ma halë gërë për më të rina, së për kështë. Në cilën zonë? Kolsh, lesh me në cili. Më duke se më keni telefonuar dhe para disa ditësh, apo është rast tjetër? Ha? Apo është rast tjetër, them? Jo, kushë më të rina edhe për ujtë pishëm. Po pra se shoqe pas kam përcjellë të ujit. Po. Dhe Dje i kanë me të shiri, me të rina janë bë dhe bave. Mirë, domethënë nuk i marrin, nuk kanë ku i hedhin, çfarë ndodh? Jo, i hedhin për not. Dhe dje i kanë me të shiri rrëd, dhe të besoni, të këtë ven, apo këtë zetë. Po ma. Okej. Për të shkollë, mirë të fëbëj katullë, së fa në krusha. Ujin e keni shumë larg apo thjesht e bleni? Jo, ujtë me bidona. Me bidona. Para e blini, pra një herë nuk e di unë sa. Jo, një provë e mushin. Në prua? Po. Mia, du s'ka pasur asnjëherë ujë të pishëm, rrjetë? Ja, ja. Çudi madhe. Na kështë ja kushë më të rina. Me kjo mbeturina dhe hajde se zgjidhet, në kuptimin që okay, problemi është ajo, po përballë mungesës së ujit është nuk e di. Bashia din komuna din, nuk e di bashia se din mirë. Po, e sakt. Unë e pas kam mbajtur shënim, por nuk e kam përcjell me thënë të drejtën që të them kot e kam përcjell. Kështu që sa të mbaroj emisionin do flas me përfaqësuesit atje, dakor? Dhe kam të vetë halë vetë shefi, po të besoni. Jo s'ka lidhje fare, pse nuk besoj që e keni po e thoni kot këtë gjë. Jo më këtë halë shefi më të rina ku janë bëha, të vetë me faderu mirë hesh. Po pra, nuk besoj që e keni thënë kot këtë, jo ekziston si e tillë që. Mirë, do ngelemi në kontakt, faleminderit shumë. Ju dëgjofshim. Okej, telefonata mirëmëngjesi. Alo? Flisni ju lutem, mirëmëngjesi. Është në linjë, me sa duket. Alo? Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes, urdhoni, flisni. Mirë. Jo. Po. Alo. Po të dëgjoj, flisni, zotëri. Jam i shoqërues i gruas kështu parapleqi kam. Quhen vetërsi punë këto? Po, të gjithë ata të cilët u shërbejnë një tetra ose paraplegjiku u njihet edhe për efekt pensioni periudha të cilën i shërbejnë. Dakor? Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkoj me tjetër, pa humbur kohë. Mirëmëngjes. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, jam e zonja Aderati që thash për raportin. Po. Erdhi? Po, jo, nuk më ka ardhur akoma. Flas me të punës, po? Më thotë që më refuzohet raporti. Pse? Kurse juve më thatë po shqyrtohet. Setët e zyre punës në këtu në Berat nuk më japin shqyrtimin. E dashur, unë thash po shqyrtohet, po shqyrtimi dhe marrja e vendimit të refuzimit, pastaj nuk ka lidhje. Pra kur pyeta unë ishte duke u shqyrtuar, po mund të jetë shqyrtuar dhe tani refuzuar, ëh? Sepse jo nuk e di, do pyes për këtë dashur. Okej. Do flas pas emisionit. Por mua nuk ma than për refuzim sepse ishte duke u shqyrtuar, por nuk është çudi në kuptimin që pas shqyrtimit miratohet ose rrezohet, kështu që në rregull pas kanë qenë ata. Se jetë refuzimi, duhet të ketë një arsye, Po, patjetër që ka një arsye dhe do ta zbulojmë. Kam qenë me raportin Klodi në maj qershor dhe në sigurinë shoqërore më del që kam 0 raportin. E kuptova. Mos është ky problemi? Nuk e di, nuk mund të dyshojmë pa e marrë saktësisht përgjigjen zyrtare, kështu që po e shënoj edhe besoj nesër. Okej, po bëj 3 muaj Klodi u E di, dashur, e di, prandaj edhe e përcollëm. Vetëm shpresat. E vlerësoj shumë, prandaj edhe e përcollëm herën e parë. Unë mendova që do ishte pozitive shqyrtimi, por me sa duket, shqyrtimi i saj për arsye që unë nuk i di, por gjithsesi do besoj do i mësoj. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit shumë juve për telefonatën, më të mirat. Bukur, presim të tjerë. Telefonues të vim bashkëbisedimin në 7:39 minuta në këtë hapësirë të komunikimit të drejtë për drejtë me ju në 068 99 00008 dhe 068 60 54 69. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Ju flas nga Gjirokastra. Po. Kam një problem me këto. Lëviz pak të lutem se nuk ke shumë valë aty dhe të dëgjoj pak keq. Po, ju flas nga Gjirokastra, kemi Nuk të dëgjoj, o zotri, lëviz pak nga aty ku jeni, thash, se ju dëgjoj me shkëputje. Jam lëviza dola në balkon fare. Po si duket nuk ka valë aty. Ka pasur që legalizimet e Gjirokastrit. Ato pas ngarkën. Nuk e dëgjoj fare. Nuk të dëgjoj, zotri, të lutem, na merrni një moment tjetër. Është shumë e pamundur për të kuptuar atë se çfarë po thoni. Gjithsesi, shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Urdhoni zoj. Desha të them për diçka që kam atë të utit, më prej ajo 10.000 lekë e hunit. E ujit? Çfarë është kjo 10.000 lekë e ujit? E ujit, e driteve, të më falj. E dritave, pra jo e ujit. Po, e driteve. Shiko, po, të kanë thënë arsye apo jo? Ma kanë thënë arsyen sepse unë nisha këtë djali një 10 muaj atë në Amerikë se pa bërë një dokumentat për atë, edhe kur erdha unë kur ishte atë ke ajo dega ke mësim shyri, atëherë bomne, që atëherë më kam pre. Edhe më thanë që ti nuk ke harxhu, kështu që nuk takon. Po unë thash kam qenë me këtë djali, ajo është liq, pa më se... Jo, edhe njëre, dashur. Ajo ka një fash kilovatësh që duhet konsumosh në mënyrë që të përfitosh nga kompensimi. Po. Dhe në momentin që ti nuk e kalon apo nuk shkon deri te fasha e vendosur, për muajin për katës nuk të jepet kompensim, se s'ka kompensim aty, i bie që të t'japin 10.000 lekë kot ty pastaj. Apo jo? Po tash që jem këtu në Shqipëri fjalavi. Do ta marrësh nëse do konsumosh kilovatët e vendosur. Sepse nëse për një muaj ju nuk e keni bërë këtë 200 kW-shin e vendosur ligjërisht, s'ka nevojë për kompensim, se ju s'keni harxhuar. Çfarë kompensimi do t'jap? Kompensimi është për kilovatët e harxhuar. Ma kupton, do është një lloj ndihme, ndërsa nëse nuk ke konsumuar i bie që do t'japin lek. Po mirë, po ku rri këtu? Domthonë unë rri këtu tash dhe nuk morr as një lek. Po jo, pra ti the ma kanë hequr, fakti që ta kanë hequr do thotë që më përpara ke marr. Pse thua s'ka marr? A je në... A merr kompensim për energjinë, zoj? Jo, pra, këtë 10.000 lekë nuk e morr. Edhe një herë, po si nuk e se ke marr asnjëherë? Asnjëherë që atëherë që ma hoqën atëherë. Edhe një herë, po që kur ma hoqën nuk thuhet asnjëherë, pra se fakti që e kanë hequr do thotë që e ke marr më përpara. Përpara, po, e kam marr, nuk pa them. Sa kohë ke që nuk e merr? Ka qenë atë ke më shimshir, ka një 7-8 vjet, po. Po duhet të aplikosh, moj zoj. Patjetër. Duhet të aplikosh prapë nëse e kanë hequr. Ti ku banon tani? Unë jem këtu ke fushë e zezë, këtu ke nisë, jem... Pra në lagje tjetër? Jo, këtu kam qenë, këtu gjithmonë, ka 50 sa vjetë këtu. Po se më thete Myslim Shyri, prandaj, apo është ajo rruga aty që të çonte? Po mirë, ishte ajo dega e sigurimit shkullhike Myslim Shyri. Zonja, apliko për atë dhe ti e përfiton, fakti që e ke marrë një herë, dhe të është hequr për ato arsye që, ashtu funksionon. Duhet të aplikosh patjetër, prapë. Mirë. Po mirë. Mos e lër pas dorë. Ku të aplikojë, çfarë të bëj? Te sigurime shoqërore. Mirë? Mirë. Mos e lër sepse ta humbasë shkot të drejtë për ta përfituar. Faleminderit shumë. Pra, të mullu me badanie, të më frutin diell, me qëllim të kursi dhe më në fund. Mirë. Po ajo ka një fash që duhet kaloj ai 200 kW-shi që të përfitohet. E kuptoj. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit edhe ju. Ditë mbar. Faleminderit për telefonatën, shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, jam një qytetare nga Libohova. Mirëmëngjesi. Po ule zërin televizorit, se do më thuash prapë mirëmëngjes. Ule një shikoro Marinela. Ule në 0. Ule o shpirt, ule zërin e televizorit, se... Alo. Ule zërin e televizorit.
Po do ta mbyllim, ë? Zonjë, Nela. ule zërin e televizorit, moj zonjë tani të luta. Alo. Ule zërin e televizorit. Ua, o zonjë, Urdhro. do flisni apo ta mbyllim dhe të presin Po telefonues jo, tjetër? unë flas, si nuk flas. Po ke një orë me zërin e televizorit të lartë, ule në zero që të flasim normalisht. Ka vënë në zero? Po, vëre në zero. Ose fike fare. Po. Urdhëro zonjë. Ju flas nga Libova. Po, Kam një shqetësi me pensionin e burit, kemi dalë në vitin 2021. të dy. Kemi kaluar dhe një seancë gjithësore për arsye se kishte një korrigjim në Libez edhe nuk kishte marrë largimin nga puna. Po, Kemi kaluar në seancë gjithësore dhe kanë kaluar në gjykatën administrative. Në gjykatën administrative van 5 në vitin e 5 nuk na kanë kthyer përgjigje. në apel administrative. Po mi ka qenë gjirokastër gjykata, tani kanë kaluar në lusje, si i kanë rregullat ata. Kemi vajtur në sigurime, nuk e përfitoni, e thot, kanë vajtur kur të kthehet përgjigje në ajo, në gjykata. Po ne kur do ta marrim këtë pension? Puni veti 70 vjet. E di, shiko, është goxha problem kjo, dhe problemi bëhet akoma edhe më shumë i tillë, për faktin që as ne nuk mund të pyesim, sepse përgjigja do na jepet, duhet presë radhën. Më kupton? Të kuptoj, u thash, me që se jipni zgjidhje gjithë këtyre problemeve dhe thash, mbase më ndihmoni, thash. Ja, po kjo është rasti. Në rast se ne do pyesim në gjykat, do na thuhet që duhet presë radhën. Më kupton? Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Imagjinoni sa shumë probleme, e themi gjithmonë, probleme me gjyqet, me mungesën e viteve të punës, në kohë të caktuara njerëzit janë njohur vetëm një pjesë e viteve pasi ka pasur këto tavanet e famshme, dhe në rast se dikush ka pasur më shumë vite nga sa ishte përcaktuar tavani ligjor, nuk janë llogaritur. Pra probleme nga më të ndryshme për çështjen e pensioneve, të cilat her pas here kanë krijuar jo pak kosto për qytetarët, për prindrit, për gjyshërit tanë. Ndaj ju mendoj që nuk është as pak vonë, sot mendojmë për të nesërmen dhe të ardhmen shumë të afërt, duke pasur 100% vetë në dorë çështjen e pensioneve. Si do thoni ju? Edhe unë nuk e kisha informacionin deri përpara rreth 2 muajsh se si funksiononte një mënyrë e tillë që ne mund të kemi vetë në dorë dhe të zgjedhim se çfarë pensioni do të kemi. Në kuptimin e vlerës së tij, në kuptimin e lehtësirave të tij, në kuptimin e gjithçkaje pozitive që ka të bëjë me ne, dhe pastaj në përfundim të mos kemi asnjë problem. A mund të jemi dhe me numrin e telefonit për mesazhe, ju lutem regjia? Dhe thënë kjo, është fondi i sigurimeve të pensionit privat në Sigal për gjithë këto përfitime, pra që ju mund ta përcaktoni vetë pensionin se sa e dëshironi. Pra dëshironi që të kesh një pension s'po i vovler, sa të doni ju, kontribuon çdo muaj në një politikë shumë të lehtë nga çdo kuptim dhe me një siguri maksimale të miratuar me ligj dhe të përshtatur më së miri me ligjet ndërkombëtare, madje kur kam lexuar ligjin është më në favor për konsumatorët në Shqipëri se sa në vende të tjera, sepse nëse po themi në një vend të Bashkimit Evropian nuk lejohet që kjo shumë të tërhiqet, kjo e kontributi pra që ju depozitoni nuk mund të tërhiqet përpara se të dilni në pension. Në Sigal ndodh krejt e kundërta. Nëse ti depoziton një fond të caktuar për vite me radhë dhe të duhet për një shpenzim të papritur, je i lirë që ta tërheqësh atë fond për të kryer këtë shërbim që ke, dhe ashtu sikundër je prapë i lirë që të futesh sërish në skemën e kontributeve aty për të përfituar marrjen e shtesës vjetore minimalisht 4.6%. Është fond i trashëgueshëm, nuk humbet asnjëherë dhe pjesën e parave që depoziton secili, pavarësisht moshës, e merr një pjesëtar i familjes, marrë në konsiderat rrethanat dhe çdo fatkeqësi, po themi, që mund t'i ndodh secilit prej nesh. Është fond i trashëgueshëm, ndryshe nga pensioni shtetëror që marrëdhënia me të cilin humbet aty kur edhe personi humb jetën. Kështu që jo më kot shumë individë e kompani vendosin kursejnë për të ardhmen duke përfituar nga interesi i përbërë dhe lehtësitë fiskale që ofron sistemi privat në Sigal. Telefononi në numrin që keni aty 069 40 61 400
9:38 dhe jam shumë i lumtur të ndaj me ju një statistikë shumë interesante gjatë këtyre javëve që ne po e japim këtë mesazh lehtësues dhe kontribues besoj për një pjesë të madhe të secilit prej jush. Ka pasur goxha interes dhe është shtuar numri i kontributorëve si të kompanive ashtu dhe të individëve pranë fondit të sigurimeve në Sigal. Kështu që telefononi në atë numër, dëgjojeni edhe në rast se nuk keni vendosur për të aplikuar si mënyrë funksionimi, edhe pse është në favorin tuaj, ku ka më mirë se sa të kontribuosh diçka dhe të marrësh shumë herë më tepër, ndaj faleminderit Sigal. Mi presim tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjesi. Ishin dy, okay. 7:50, presim në 068 99 00008, në 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Okay. Jemi në pjesën e parë të emisionit, në fund pjesës parë të komunikimit në fakt. Ne kemi kaluar edhe një pjesë të informimit të drejt për drejt për sa i përket lajmeve dhe zhvillimeve kryesore, ndërsa jemi në hapësirën e komunikimit me ju. Si gjithmonë në 068 99 00008, 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Alo, me Klodin flas? Po, Klodja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të pesnja për pensionin. Në prill bën 60 vjet. Kur më takon pensioni? Në prill bën 60 vjeç? Po. U ke kohë 62 e 2 muaj. Kur në prill të këtij viti ke bërë apo i bën në prillin që vjen? I bej në këtë vit që të vi. 2026-ën? Po. 62 e 2 muaj. 62 e 2 muaj? Po. Faleminderit. Të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Ditë mbar. Presim tjetër, mirëmëngjes. Doja të pyes Flodin për një certifikat vdekje. Ku ka mundësi që ta gjej? Kam lindur një fëmijë në 97 dhe s'ka marrë asnjë lloj, janë shumë më tanë që vdiq, po nuk e di. Klodja, muzojnë? Më dëgjon apo jo? Mirëmëngjes, valla. Jo, s'ka gjë, më thuaj. Në 97 më ka lindur një kunat ose vllajt, në 22 maj 97 dhe i thanë që fëmia lindi gjoja me birr, lind me birr në zëmër, por nuk kam një dokument që ta verifikoj sot se me këto që kanë dalë, janë bërë shumë mashtrime. Ashtu, ha? Po pse është kujtuar kaq vonë? Po ku duhet të pyes? Pse është kujtuar kaq vonë? Urdhë? Pse është kujtuar kaq vonë? Mor, po ajo është kujtuar, po ka patur një problem të saj shëndetësor dhe tashti është ashtu një qik dhe duke parë dhe këto mesazhet sikur janë ndjen shpirti që e ka të gjalla të fëmijë. Ashtu, ha? Ku ka ndodhur si ngjarje? Në 21 maj të 97-s. Fëmia nuk ishte që në ato minutat e para? Pati prindër nuk kanë firmosur asnjë dokument dhe nuk kanë asnjë dokument. E kuptova. Shiko. Po. Është shumë rast specifik se besoj kjo ngjarje ka ndodhur brenda maternitetit apo jo? Po, ka lindur në maternitet. Fëmia i gjallë, kur vam të merrnim nusën, kunatën, na thanë që fëmia ka vdekur. Pra nuk është regjistruar as në regjistrin e gjendjes civile, nuk ka pasur kohë. Po këtë nuk dim. Po pra, për ta mësuar këtë, duhet të kthehemi pak në kohë. Pas sa kohë është ndodhi kjo? Domethënë me njëherë pas lindjes ju tha që lindi i pa jetë apo? Shiko, fëmia lindi në 21, në 24 apo në 25 që doli kunata, doli pa fëmijë. Po pra, po kur ju komunikua? Po nuk dim që është regjistruar apo jo. Edhe një herë, e dashur. Kur ju fëmia lindi i gjallë, Klodi. E kuptova, po kur ju komunikua që humbi jetën? Atë ditë, pak minuta më vonë apo pas disa ditësh? Pas një dite, 2 dite. Pas 2 ditësh, nëse është bërë pas 2 ditësh, me sa di unë procedura e regjistrimit të fëmijëve përsa lindur në gjendje civile bëhet më njëherë pasi lindin, pra ose maksimumi në ditën e parë. Po. Sepse ka një përcaktim që hapi parë është e zyra e gjendjes civile ku fëmia ishte regjistruar ose më kupton? Po këta si prindër nuk e ka regjistruar. Nuk e ka regjistruar.
Jo, si prindër. Po spitali se di ku mund të gjetë ai dokument. Po pra. Ose tjetra është e gjykatës pastaj? Po. Tjetra është me vendim gjyqi, më kupton? Po. Që mund të ketë gjyqi është tjetër, në rast se mungojnë këto regjistra ose në rasti më të keq ju thoni që nuk është regjistruar, por po të ishte regjistruar besoj që prindri do të ishin minimalisht në. Po këtu është ajo lindi me operacion dhe psoj një tronditje si mund të them. Vëllai nuk ishte aty, ishte në Itali. Në 97 nuk ishte në Shqipëri. Se kjo është pak e ngatruar në kuptimin që, domethënë, përveç kësaj që nuk ka një dokument. Po të di ajo, që këta si prindër nuk kanë firmosur në asnjë vend. Po pra po. Po. Se kjo është e ngatruar, domethënë përveç fakti që ju nuk keni një dokument që vërteton se fëmia ka humbur jetën. Ajo ka përveç faktit që nuk ka një dokument që fëmia ka ndruar jetë, ajo ka dyshime që mund të jetë dhe gjallë tani, kështu që kjo është ka dhe dyshime edhe për vdekje. Fëmijën kanë thënë atë ditë që ka vdekur, gjoja lindi me birë në zëmër. Këtë versiona kanë dhënë po mbas 48 orëve. Dhe ata nuk e panë më dhe të pa jetë fëmijën. Jo. Tu ka qenë gabim. Renuncja nga ajo që ishte në operacion dhe kaloi atë gjendje shohu si i thon, nuk e ka parë fëmijën. Unë do t'ju sugjeroj aty drejtoresh i gjykatës së dashur. Po. Nuk ka rrugë tjetër. Faleminderit shumë. Po, asgjë. Faleminderit juve për telefonatën. Në ditë të mbar kemi kohë për tjetër? Jo, nuk kemi kohë për tjetër. Do të flasim për medikament po e quajmë se kështu e thon mjekët, por megjithatë unë nuk preferoj ta quaj të tillë sepse është një kompleks ushqimor shëndetësor i duhuri për sa i përket problemeve që secili prej jush, burrat mbi 40 vjeç, janë më të predispozuar për të pasur këto probleme me prostatën. Prostatol është zgjidhja e duhur për të pasur një jetë të shëndetshme në kuptimin e mungesës problemit me prostatën. Kështu që në rast se keni dyshime, keni ato shenjat e para, apo edhe në rast se jeni prekur drejt për drejt nga probleme nga zmadhimi i prostatës, përdorni prostatol rregullisht dhe efektet pozitive do t'i keni që në ditët dhe javët e para. Është një kompleks 100% natyral, nuk ndikon asnjë organ tjetër, pra në kuptimin që nuk ka efekte anësore, por përkundrazi është edhe një ushqyes shumë i mirë. Publicitet vin pas pak në pjesën e tretë. Në tretë programit në 84 minuta, vjen komunikimi me ju në 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639. Kemi telefonat në linjë, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhëroni. Me falë se s'qetova. As pak. Jam i qytetar nga Durrësi, pensionist, mi po kene folje shumë kohë përpara, ne po nesër pak rëndësi ka. Kam bojë ja 2 herë shëtim për pensionin, s'm ka kthy përgjigje fare. Jena bonën qynë shkurt. Bëre pasaj në qershor, pasaj edhe shqiptim për pensionin edhe për atë 1% e minatorit. Edhe s'm ka kthy përgjigje fare. Vajtja 2 herë duke e roja, bëqkur majtë shënime as gjën fare. Në Durrës? Po. Shiko. Po të rishqyrtimin dhe për 1% që më the apo jo? Po. Kur i ke bërë të dyja kërkesat? Po të dytën e ka bërë 20 qershor, 21 diçka e tillë. Të dytën çdo më thon të dytën. 1% apo rishqyrtimin? Po pra edhe për rishqyrtim pastaj prapë bën edhe për 1% e minierës. Okej, një moment. Ku banoni? Durrës. Në qytet? Po, në qytet. Sa vite ke në minier? Po kam unë 13 vjet. Në Albania ke kontrolluar se aty vjen përgjigje apo s'ke? Po jo, po unë jo e kam kontrolluar, por se kam bërë shkuën ke bëhe aplikimin, s'kan prunë gjë. Okej. E qartë, si e ke emrin? Fiqiri Riza Hamati. Fiqiri? Riza Hamati, me hë, Hamati. Hamati. Me hë. Po pra, Fiqiri Riza Hamati. Po. Dakord? Faleminderit. Asgjë të lutem. Faleminderit ju për telefonatën. Se po më shkruan drejt për drejt drejtoria e
sigurimeve. Mirë, shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi. Urdhëro. Desha të beja një pyetje. Bëjeni. Sot kesh dalë në një gazetë, lexuam që ato për pensionet që do jepet në fund të vitit. Po. Që do jap një bonus. Si do jetë ke djeni, si do jetë ky bonus, se kemi si me merak pa dalë e marrë gazetën. Nuk ka dalë akoma i nderuar, kështu që mos e merrni kot. Ashtu, ha? Nuk ka dalë akoma asgjë zyrtare. Më kupton? Dhe një tjetër. Po. Në qoftë se ke djeni, për këto subvencione që bëjmë aplikime që në prill. Po, tani do fillojnë ato. Tani do fillojnë? Po. Shumë faleminderit. Do të njoftoheni sipas përcaktimeve. Faleminderit juve për telefonatën. Shumë faleminderit. Ditë mbar. Edhe ju, faleminderit. Bukur, jemi në 87 minuta. Vijon komunikimin 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo. Mirëmëngjes, zoti Klodi. Mirëmëngjes. Kam një diçka që më përmjet jushti dhe ta shikoj qeveria një problem për çështjen e hedhjes të shpiret në certifikat pronësieve të tokave. Tani, dëgjojmë se nuk hipet ujit dhe drita pa një certifikat pronësie ose nuk do jepen, jo? Po nuk do jepet. Pa më patur to. Tani unë përpiqem për të bërë një certifikat pronësie, më ka vajtur, nuk po them se më vajtur 2 milion lekë. Po ta jep sot për 4 vjet. Pandej nuk kemi qeverisë të shikoj një arsyetim më të but për to punë. Po patjetër, e drejtë është. Ashtu, se ne jemi moshatar. Nuk po kërkojmë ato po na jep aty pension, po na jep prap të kënaqur nuk jemi, po aq ka mundsi ai edhe di ai pse. Nuk i kërkojmë sa. Po të patë të zbuten këto gjërat e tjera se të marrë një certifikat për banesën, legjë nuk dinë po s'dje se sa harxhon edhe si harxhon. Po, normal. Të mendohet një zbutje. E dyta, e ligji 7501, e kam thënë edhe më përpara. Ky ligj të kalojnë mall belik në shtet. Që do thotë, që ishte kone parë, që në banet të një pleqër. Në qesë belike nuk pjetë ujë. Edhe në këtë ligj të shteti, pra të shikoj, ta klej mall belik në shtet. Ta pusin si që kemi marrë me ta pi pronësie. Kush ka ta paguaj, kush nuk ka të majtë e banga. Shteti e garanti që nuk ka sherrë qamatara. Po, e qartë. Kështu mendoj. Miru pafshi, falenderit. Miru dëgjofshim, falenderit. Shkoj me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëro zonjë. Alo, përshëndetje. Uleni zërin televizorit zonjë, ju lutem. Po. Përshëndetje. Po. Para 6 muaj, 5 muaj është e sa, kam dalë në pension. Po. Edhe aty do më thënë te Albania. Më zën një, të më thënë disa vite pune, 3 vjetë e gjysëm me emrin e me Lindita Kurti. Po. Unë, Lindita Kurti, e kam mbi emrin deri në vitin 93. Edhe dyshoj se këto vite pune janë edhe mua. Do më thënë, kam pasur diket tjetër shoqe dhe robaqetësi, kam qenë në robaqetësi me te, edhe kam marrë vitet e saj. Dua që nëse më shkëllur një dokument, më duat me hiqet. Le të marrë hakun tim aq sa... Po ju, zonjë, keni dalë në pension, apo jo? Po, dhe kam marrë një herë, disa muaj. Po, dhe ke dalë me vitet e tua. Kështu që nuk ka më dyshime që... Dyshime kam se unë kam pasur 21 vite. Do më thëmë, pavarësisht se... Ndërkohë me sa dollët? Kam marrë 145. Jo, me sa vite dollët? Tani nuk ma drejt në sen unë i mblodha... Jo, dëgjo pak zonjë, në Albania ke atë përcaktimi, ke një kolon aty, që thot vitet e punës që ke dalë dhe sasinë e pensionit. Masën e pensionit. Po, e ke një Albania. Unë dyshoj, po, e ka marrë,
se aty e pash, edhe kisha 25 vite. Unë, që kam ledhë vetë, kam 21 vite. Pra po me sa ke dalë, zonjë? Po me 25. Ke dalë me më shumë nga sa ke? Po. Po ndoshta i ke bërë gabim llogarit. Po tani unë i kam vite pothuajse të plota ato që kam punuar edhe jam në gjendje që mund të llogarisë vetë. Po pra, po ti ke dalë me më shumë nga sa ke pretenduar, pra, vite. Po. Shumë mirë. Ku është problemi tani? Po, të më hiqen se një ditë do më hiqen se s'ben. Po jo, më zonë, shiko, po ajo është e përcaktuar, nuk ndodh ajo. E para, dyta, nëse ju e keni me merak, mund t'i drejtoni sigurimeve me një letër, sepse ndoshta mund t'i keni bërë ju gabim. Shiko, praktika është që gjithmonë mund t'i llogaritur më pak nga sa ka një person, po më shumë jo. Jo, unë nuk i dua dhe më shumë se nuk mi qas dera. Zonjë, në rast, jo, s'ka lidhje, s'po them atë, se edhe sikur ti duash një ditë ajo do të hiqet se bëhen auditimet her pas hershme. Mu dha në dorë ai vërtetim, edhe unë nuk e pranova. Po pra. Dhe tjetra, e vetmja mënyrë është kjo, e nderuar, që ju t'i drejtoni sigurimeve shoqërore dhe t'i thoni që unë llogaritë mia janë kaq, po mos ta heqin kot pastaj dhe gjuna. Me kupton, mund t'jemi edhe për balë kësaj. Po tani. Nuk ma heqin kot, se unë i kam me smime aty. Jo, mos ndoshta ta heqin kot dhe të lënë 21, ndërkohë që mund të kesh 25 dhe ti se di. Tani unë nuk besoj 25. Po qa nuk bëhet në të jetë? Vetmja mënyrë është shkruaje në një letër pretendimin që ke dhe ja dërgon drejtorisë rajonale sigurimeve aty në zonë. Vetëm kjo e zgjidh. Ta dërgon ato? Me post, po, më mirë me post, edhe ashtu të vjen dhe përgjigja, pastaj në adresën tënde. Faleminderit. Asgjë zonjë, të lutem, faleminderit dhe juve. Për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Ishte e bindur. Përshëndetje, avokati popullit. Urdhë. Bëri një detyrën ashtu si që ke bërë gjithë një, shikoj këto pensionet e në tokës. Është turp. Për njerëzit që kanë punuar në tokë, marrën pensione 150.200 lekë. Po. Ne dim që sa tjetë këj qelpsira që është në krye, këto do kemi, po ama kur të ndrohe, do t'i përgoj të tëra po së shri që ka bërë. Po. Djerë të da bëj zoti, djerë parë që do bëhet, Ti je mirë. Shkoj me telefonat tjetër. Halo, përshëndetje. Lodin. Mirëmëngjesi. Urime për emision. Shumë faleminderit. Do të bëj një pyetje për ne banorët që kemi hyrë në këto shtëpi të 3 metrës. Po ka 2 vite sa po punën e dokumenteve. Në hipotekë, që s'po na jepën. Për certifikat pronësie. Për certifikat pronësie. Ku në cilën zonë? Po në gjithë banorët 3 metrë që kemi hyrë në shtëpi, asnjë s'ka marrë tjetër në certifikat pronësie. Për ku? Për banesët që shemën që vën treja, akoma si me ka isë me certifikat pronësie. Do shpërndaj nga bashkita ato ndërruar. Po janë shpërndar, kemi 2 vjet kemi hyrë, po s'po marrim certifikat. E di, do t'i shpërndaj në institucionet atje. Kam pyetur nëse mund që dikush ta bëj vetë aplikimin për shtëpinë që ka, por më shton jo, sepse edhe në ligjin për çështjen e rindërtimit është përcaktuar që ato do t'i shpërndajnë në institucionet lokale, pra bashkitë. Më kupton? Po, faleminderit. Faleminderit juve, nderuar. Për telefonatën, duhet kishte përfunduar për mua si proces, s'ka asnjë lloj pengese, por gjithsesi kjo është tjetër temë. Bukur, jemi në 8:15 minuta në pjesën e tretë të programit. Vijon komunikimi me ju në 068 60 54 639 068 99 00008. Alo. Alo, mëngjes. Ju mëngjes. Jam një zonjë nga Bulqiza, po kam një shëtim. E kam burrin në smonë dhe tretohet me ilaçe ke onkologjiko. Ka një javë, 10 ditë, mos them, drejt, që ilaçet nuk gjinen kërku. Shtu, Ilaçe spitalore apo farmaceutike? Urdhëro? Ilaçe që i merrni në spital apo në farmaci? Ilaçet që na jep onkologjiku. Okej. Edhe tash sa o bo ma mirë, ai ka filluar të përkeqësohet prapë. Shkojmë për ditë të pyesim, do vinë po për ta kanë ardhur, se si bëhet halli për ne, nuk e di. Për çfarë ilaçi? Ai pensionista.
Për çfarë ilaçi bëhet fjalë? Albilateron. Si? Të përdoret për kancerin e prostatës. Si quhet? Albilateron. Edhe një më falë se dëgjova me vështirësi. A? Albilateron. Arbiraterol. Ron, me në. Ron. Po. Kaq kisha. Faleminderit e dashur për telefonatën. Ditë mbarë për juve. Presim tjetër në këtë pjesë të tretë të emisionit. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Yes. Urdhoni, uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Zonjë, ule zërin e televizorit. E ula në zero. Faleminderit. Më thuaj. Me Klodin po flas? Po, Klodia. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Përshëndet. Faleminderit. Jam e zonja nga Lushnja, që kam folur para 3 javë, 1 muaj, për punën e të legëve të përdjekurve. Çfarë kosti? Që na kërkuan dhe me morë numrin e telefonit edhe të flas vetë mbas emisionit. Çfarë kosti, zonjë? I ke hallë shumë edhe. Çfarë kosti, zonjë, çfarë kosti? Neve s'kemi marrë, duke se kemi marrë, stetja s'4. Më duket se po ndati 5 që kur ngjova. Po, 3 shivat e fundit? 2 nënta 1 7. Të shikoj dhe një. Se ke këtë numër? E gjete? Jo. Mos më ke lënë numër apo emër? Jo, me morë numrin. Po ma thuaj që ta shoh. 069 45 68. Një sekond, të lutem, 69 45 apo 48? 5 45 65 65 prap apo 8? 5 prap 5. Një më rëpakjeta në një reketi. Pastaj 2 nëntë dhe 1 7. Sigur që është ky numri? Po. Po se nuk më del. Me 69. Po pra 69 45 65 997. 45 65 997. Nuk më del me ky emër. Shiko zonjë, do më japësh emrin e dosjes të lutem më mirë se sa numri? Se me këtë numër ose më ke dhënë tjetër herën e kaluar dhe unë nuk e gjej dot. Se kam dhënë. Po. Çfarë dosje për shembull? Po a ka një dosje të përndjekut thotë? Të përndjekut. Patjetër. Në emër të kush dosje? Jo, po nuk kam. Un kam vetëm numrin e llogarisë së saj, shko. Dashur, po në emër të kujt është dosja? Ajo, di tani. Ne patëm lënë atë si konstitucionin e te. Zonjë, po më ndjek, të lutem? Po, të ndjek. Atëre, super. Në emër të kujt është dosja e kompensimit? Me këtë që e marë quni tezës. Si? Patëm dhënë të quni tezës për ta ndjekur. Zonjë, edhe njerë, po lërë quni tezës, unë po them në emër të kujt është dosja, më shpirt. Po, mamaja ishte për ndjekur, ajo di. Po emrin e mamas më thuaj, a është në emër të nënës dosja e personit për ndjekur? Po, Shefike. Po këtë më thuaj, a Shefike, po nuk e njoh Shefike, më thuaj të mbi emrin. Mira, unë shkera sa po të lof. Po më lof? Më falë, së thunë se janë nësë mund. Shefike? Shefike Myftari. Myftari? Po. Po emri i gjyshit tënë, do më thuaj. Po, Sali. Sali u ka qenë i burgosër, i përdjekë. Ari Saliu apo Shefikja, se më lujt e menç? Shiko, Shefikja është e bia Saliut. Saliu ka vuajtur burgun? Po. Po këtë më thuaj tani, edhe njërë, Sali kush? Po, Taka. Taka apo Caka? Plaka, me kë. Plaka. Po. Emri i Saliut, nëse e di. I babaj Saliu. Emri i Saliut, na.
Baba Saliu tani. Se e kishte harruar Saliu, thoj, kur ishte gjallë, jo unë. Nuk të të që do. Atë shnagje, po vi mund të jenë shumë Sali plaka atje të përndjekur, si t'ja bëjmë ne? Ishtë nga Sheza. Nga Sheza? Po. Po mirë, atë e patën marë o Klodi, i patën marë atë sunat. 2 pjesët e para, edhe ja patëm lana pyrën dhe gjali ka shumë të që ka Po unë prandaj po t'i marrë të dhëna për të pyetur që pse janë marrë 2 dhe se janë marrë të tjera. Do mundohem ta gjej me kaq të dhëna sa më dhe dashur dhe do të kontaktohem. Mirë? Dë më gjëzë i pak fare po deshi? Urdhë? Vlaj në Lushnjë. Jo, nuk kemi më kozën, se duhet kalojmë në një kështu. E ka marrë, i ka ardhur në telefon. Nuk kemi më kohë, dashur, të lutem. Faleminderit shumë. Do pyes me këto të dhëna që më the dhe pastaj do të kthej përgjigje përmes numrit që më kontaktove pak më herët. Bukur. Mirë, do flasim edhe një herë për pensionet. Investoni sot për të ardhmen tuaj sepse është zgjidhja ideale për të pasur pension. Në rasti konkret, sa ta dëshironi ju. Për shembull, kërkon që dikush ketë një pension 200, 300, 400 euro, 900 euro. E ka vetë në dorë për të kontribuar çdo muaj përmes një llogarie bankare në fondin e sigurimeve private në Sigal. Nuk humbisni asnjë gjë. Në rast se ju keni një llogari bankare ku jeni pagamarrës diku, për nuk e di sa, një kohë shumë të shpejtë, për pak minuta, hapni një llogari bankare dhe një pjesë të fondit sa ju keni mundësi ose dëshironi, e depozitoni në llogari bankare, të cilën e keni aty gjatë gjithë kohës duke kontrolluar në telefon, nuk i keni më lekët në rastin më të keq pastaj poshtë, ku diun. Ja stëkut apo ka ikur koha. Nuk e di ta them këtë. Gjithsesi, edhe atë pak kursim që keni, investojeni për të ardhmen tuaj sepse në fundit aty e keni sërish, nuk ja u merr askush, është një fond i garantuar nga institucionet po ashtu edhe ndërkombëtare, sepse ka një ligj të veçantë për sa i përket fondeve të sigurimeve private. Kështu që ku ka më mirë se sa ta bëni diçka të tillë kompania më e madhe në vend Sigal, në mënyrë që pensioni juaj të jetë dinjitoz. Është fond i trashëgueshëm, është fond i cili mund ta përdorni edhe para kohë, edhe para moshës pensionit në rast se keni ndonjë problematik të caktuar, ligji ja u lejon këtë. Me interes 4.6% me kthim mesatar vjetor, unë besoj që është një mundësi fantastike për gjithë ne, patjetër, pavarësisht moshës që kemi, është zgjidhja ideale për pensione dinjitoze. Telefononi në 069 40 61 438 për të mësuar më shumë detaje përfituese për sa i përket kësaj mënyre që për mua është më e mira dhe ja u sugjeroj patjetër dhe juve. Faleminderit Sigal, ndërkohë presim tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Apo s'kemi kohë. Mirë. Kalojmë në një tjetër mesazh, bëhet fjalë për prostatol. Gjithë ata të cilët kanë probleme me prostatën. Është zgjidhje e duhur, mos eksperimentoni më me shëndetin tuaj, sepse është gjëja më e gabuar që mund të bëni, por ndonjëherë problemi është aq i rënd sa secili prej nesh kërkon që të gjejë zgjidhjet më njëhershme duke mos marrë dhe këshillat e mjekut. Kështu që merrni këtë shishen këtu me 30 kapsula, në mos gaboj ka, po 30 kapsula, mund të merret 1 deri në 2 në ditë varet nga problemi që keni dhe është vetëm për problemet e prostatës. Nuk ka efekte anësore, nuk ndërvepron me ilaçe të tjera përmes cilave ju mund të trajtoni për probleme të ndryshme shëndetësore, 100% natyral dhe kjo është më rëndësishme dhe ku ka më mirë se sa të kurohemi nga natyra. Publicitet vin pas pak në 20 minutat e fundit. Ne kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit në 8:30 minuta, vijon komunikimi drejt për drejt me ju. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e radhës. Dërguar, kemi tjetër? Kemi? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin. Klodi, ja, muleni zërin televizorit, ju lutem. Po, vëlla. Klodi, kisha një pyetje, vëlla. Po, më thuaj. Në lidhje me testin e dytë të subvencionimeve. E kam marrë testin e parë dhe duhet informacion, kam filluar testet e dyta apo jo? Akoma jo, nderuar. Pritet besoj për pak. Me sa më kanë thënë. Muaj e fati kur... Jo, fatkeqësisht jo, nuk e kemi, po vetëm përgjigje kështu që së shpejti do të shpërndahet. Nuk e di se kur gjithsesi nga java tjetër ne po pyesim prapë për të marrë ndoshta edhe një afat kështu, po themi, javor, mujor, nuk e di unë se si. Sakt nuk di, domethënë thjesht pritet. Jo, nderuar. Faleminderit. Përshëndetje edhe unë, faleminderit shumë për telefonatën. Edhe juve. Shkojmë me tjetër.
Mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Flisni, ju lutem, uleni zërin e televizorit. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju uroj shëndet. Faleminderit. Uleni zërin e televizorit, zonjë, ju lutem. Po, sikur e kam. Ule. Unë dua të bëj një pyetje. Po? Ka punuar burri në Greqi dhe ka dalë në pension andeja. Mund ta tërheqin pensionin këtu si janë ato rregullat? Nga Greqia këtu? Po. Mund ta tërheq, po më mire ka ta mbaj atje sepse ka goxha kosto. Ka kosto, a? Po. Faleminderit shumë. Të lutem, faleminderit juve. Asgjë. Faleminderit ju për telefonatën. Presim tjetër 068 60 54 639 në 068 99 00008. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Uleni zërin e televizorit, zonjë, ju lutem. Zonjë, ule zërin e televizorit. Ula. Mos u mërzit, a? Si jeni mirë? Mirë si jeni ju, mirëmëngjes. Si për e kaloni? Shumë mirë. Mirë, ja. Juve si për e kaloni? Mirë, si në shpi. Si në shpi, edhe ne si në punë. Më mirë juve. Pa, mërzitme. Po që dhe që më thonë unë më jetë shumë i një ati zjedhë si ata problemet, mashallah. Faleminderit shumë. Vetëm unë nuk me zjedhë. Pse? Kam në i natë me ty unë? Ku di unë e shkreta? Po qa problemi keti që sta kemi zgjitur të ne? Ja për shpijet, për shpijet. Qa ka me shpit? Jemi ashtu për legalizim, atë shpinë e ka marrë për së tokën ja. A ke aplikuar? Në kanë hunë gjyq. Po pse thua s'më ke ndihmuar, mos si të ndihmoj në gjyq, unë jam avokat. Avokat jetë, atë ka hunë shtetit, ne jemi tretit. Ne shkum këtë në gjyq. A di si të mbo, për t'i vratë gjithë. Në raset të lutem, zonjë, të lutem tani që keni këtë gjuhë, rretje, burit. Vazhdo jetë gjithë i zonin të se e mërzit. Atere, para mos u mërzit, e dyta në rasti një çështje është në gjyq, nuk mund të veproj askush nga palët, dhe në momentin që do marrë vendim gjykata, do t'jepet e drejta personi që ka fituar gjyqin për të marrë certifikatën e pronësisë. Deri atëherë secili duhet pres. 7 vjetë, 8 vjetë, po presot, sa? Kësë beson. E kuptoj, e drejtë është dhe kjo që thoni ju, por që kështu funksionon. O, zot, e di si duhet që qeverisë. Ikim, fation të lutem, lutem. Ikim, faleminderit zonjë për telefonatën, për të lutem me këtë gjuhën e urrëties, domethënë është, nuk e di, nuk mund ta tolerojmë ne, paktën që e kemi në dorë për ta ndërprerë. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Urdhroni. Unë flas nga Gramshi. Jam i punojës që punojnë terren me internetet me këto dhe kam parë në një familje, dua të pyes në qoftë se më jepi përgjigje, nuk kam interes për vete. Kam parë atje janë 2 pleq. Njëri ishte me karrocë, me fjalë që kishte nevojë për shërbim. Dhe më thotë shoqja që nuk ma kanë prerë, kanë 2-3 muaj që kanë prerë këtë mbikëqyrjen, rrogën e dytë që merr ajo si mbështetje. Edhe i ka kaluar vetëm çfarë i ka ndërprerë? Kempin? I kishin ndërprerë kempin dhe i ka kaluar pensionin. Dhe ajo nuk ishte mundur që ta sqaronte. Mos ka aplikuar për pension. Jo, unë thjesht isha të pyes. Ose, një sekond, se ka një tjetër gjë tani. Personi për cilin ju po flisni. Ka qenë invalid i përhershëm apo i përkohshëm? Nëse ka qenë, dëgjoj pak. Ai ka vite me karrocë me sa di unë, se nuk jap do detaje, po e shoh në karrocë që ajo është i pamundur dhe ka nevojë për shërbim. E para, pensioni nuk lidhet pa aplikuar vetë personi. Po. E dyta, në rast se dikush është invalid i përkohshëm, është i detyruar që të dalë në pension kur plotson vitet e moshës pensionit. Kur del pension nuk e merr invaliditetin. Nëse është i përkohshëm, nuk e merr, aty ndërpritet marrëdhënia me kempin. Në rast se është i përhershëm, ka të drejtë të zgjedh mes kempit të invaliditetit ose pensionit pleqërisë. Tani, po ky njërin merr. Po pra njërin merr. Po. Tani këtë njërin e ka kërkuar vet.
aty nuk e di, po thjesht Po pra, sepse e drejta, po më dëgjoj pak i nderuar, që të sqarosh edhe personin, edhe juve. E drejta për të përfituar pensionin kur plotson moshën në rasti konkret është burr apo jo? Burr. Në rasti konkret 65 vjeç, sepse aq është zotëria, besoj, nëse ka dalë tani. Pensioni është një drejtë që përfitohet duke e kërkuar. Pra, nëse ti plotson 65 vjeç, po marrin burrat, nëse nuk aplikon për pension, pensioni nuk lidhet asnjëherë nga institucioni. Pra është një drejtë që kërkohet. Ju thoni që ja kanë hequr dhe i kanë lidhur pensioni, por nuk lidhet pensioni pa e kërkuar. Nuk e di, po ajo ankosh dhe për pjesën e se ajo kështë marrë mbi kyrie vetë, që më thë si është ajo që ndihmon kjo. Kujdestare. Zonja. Kujdestare, kujdestarin, ja kanë hekur dhe kujdestarin. Po në rast se ka aplikuar për pension hiqet ajo i nderuar. Ose tjetra, mos ndoshta jemi në kushtet kur është invalid i përkohshëm dhe ajo automatikisht në moshë pensioni hiqet dhe kujdestari dhe kempi. Kështu që ose të na kontaktoj personi apo kur t'jeni ju atje ta sqarojmë dhe t'i marrim përgjigje të disa pyetjeve. Ose më jep një numër telefonit të tij që ta sqarojmë ne. Unë e dërgoj dot këtu në këtë... Jo, aty nuk e dërgon dot, po më jep numrin tënd që do të shkruaj unë ose më jep direkt numrin e zotërisë që ta kontaktojmë. Po ja për la numrin tim 069. Prit një sekond. Po, më thuaj. 2220 919. Okej. Faleminderit zotëri. Gjithë të mirë, të kalofshi mirë. Edhe juve, ditë mbarë. Shkoj me tjetër telefonues, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë para 1-2 javësh ti fole për atë pensionin që se duhet pagush kaq e aq, lash dhe numrin aty te stafi juaj dhe më sa do të kthej përgjigje. Cili rast zonjë? Si ka mundësi? Cili rast të lutem? Urdhëro që të fole për të pagush. Po, cili rast jeni them, se nuk e mbaj mend nga zëri. Urdhëro? Cili rast jeni? Po para 2 javësh ka. O zonjë, po të them kush je? Kush ja? 3 shifrat e fundit të numrit të telefonit, në rast se më ke lënë numrin e telefonit. Nuk të dëgjova se kaloj një diçka këtu. 3 shifrat e fundit të telefonit. 068 350 758. 7? 5. Se kuptova. 7 dhe 2 teta. 5, jo 758. 758. Pa. Ku ma ke lënë, zonjë? La stafit, Klodi, të lutem. La stafit, jo nuk është në interesin tonë të mos të marrim, ë? Po zëra, unë në prita, më ngeli telefoni, ja, në çdo sekund më ngeli telefonin sot. Si ka mundësi? Një sekund, të lutem, mos u largo. Jo, pse të largoj? Ti je njëri që jep rrugë. 7, unë s'kam asnjë numër, ose do e ke marrë un gabim? Prit. Mos më ik. 758, ha? Pa. Mos është 68 31 50? 068 350 758. Okej, atëre, një sekond tani. Unë ja kam dhënë numrin tuaj që në datën 3 tetor. Përgjigja mos më shkpyer. Po si kur të kthehet për 2 minuta? Po si, unë pres. Okej. Po si. Faleminderit shumë, e dashur. Shumë i nderuar, je respektuar. Edhe juve. Për telefonatën shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Faleminderit për punën që bën dhe kam një pyetje. Po. Duam me kalu për shembull lekët nga Raiffeisen Bank ose Credit Bank me kaluar tek Sigali. Po jemi i morë dorazi atje me çu atje. Bëhet? Po. Me transferuar? Si nuk bëhet? Me transferuar nga X Bank me çu ke Sigali. Pa e morë me bankomat fare. Po. Duhet kolla fare. Po. Pyetje shkjo. Po, më thuaj. Na vjen një email në telefon. Që se nga s'bëjmë na vjen lekët si që ka ndodhur që e ka dhënë televizori. Urdo?
vjen një email aty, Klodi Karaj, i 166.com, për shembull. Ato e ka mos ai që ditë përdori rrugën e Vlevjes, ando që me të email që hapa ai emrin tim të bëhet me edhe mund të ndodhë, ka ndodhur. Ka ndodhur, Po. Po tani unë ato email që ka hapa ai emrin tim unë nuk e kam përdorur. Si do të bëjmë që mos të mbrohemi nga kjo? Nëse nuk e ke hapur je në rregull. Nëse nuk e kam hapur. Po, nëse nuk e hapur ti je në rregull, sa ajo është me elemente të tjerë sigurie. Ndërsa për sa i përket atij transferimit, ma jep numrin e telefonit të të marrin në telefon. Edhe shumë kollaj, Po, ma jep numrin edhe të ndihmojmë ne. Po, 068 3709 Po. 290. Faleminderit. Faleminderit. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, e dashur. Unë jam e datëlindjes 64 dhe jam në Kemp. Po. Mi po motë mua më delë që dalë në pension, 62 vjetë. Po. Po tashi kam kartat që të bëj Kemp, unë duhet të them që jam edhe këtë vit asi, se di, që të dalë në pension. Po pse do ti do aplikosh për pension kur plotësosh moshën për dalë pension? S'ka lidhje për të raportuar. Në nëndor, për shembull, mot, i bëj tash në nëndor dhe mot, në nëndor dal. Po, shumë mirë. Në atë kohë duhet i bëj. Po, patjetër. Shumë faleminderit. Asgjë, zonjë, të lutem, faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën, shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Leni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. E ka harruar telefonin dhe ka kërcit muhabeti aty, iki me tjetër telefonata. Përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dëgjoj tani. Urdhëro. Kam një problem. Në kohën e Elverit kam marrë një dhomë e kam blerë nga një person, se ishim 2 veta në një hyrje. Po. Më dëgjoj? Po, të dëgjoj shumë mirë. Edhe tani duam të bëjmë karta që ta edhim shpinë, omi burin, omi qupën njerën. Po, s'kemi asë një loj karte, se a i mori lekët, u mora dhomën, edhe s'kemi asë një loj karte. Qa mund të bëjmë tani, ku të drejtojemi? Do shkosh në kadastër, zoj. Kadastër? Po. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për telefonatën. Ditë të bukur. Për sa le kemi vedi, i thash 5.000 lek kam gjep. Për punë toks. Këta kanë pare, morin 100 milion qa, 200 milion qa, jonë tonë të mëmë, e tonë të korruptum, dërë në mujet kere. Ta kanë këj punën me Shqipni. Ikim, Fation. Ta kanë klubin, e poren gjithë sa mumën, Ikim me telefonat tjetër. 068 99 00 008 068 6054639. Shikon, në rast se këndoni vetëm një këngë dhe i bini në një vrim, nuk të merr tjetri për dasën pastaj. Se thot kush e hamos ai në një valle di vetëm. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ju. Faleminderit për hapjen e telefonit që kam një orë që dëgjoj. Unë jam një qytetar nga Shkodra. Kam punuar në nërmarin në timit në Shënesja qytet ko, nga viti tetor 77 deri në janar 81, në farë, atëherë kam shkuar në shërbimin ushtarak, edhe jam interesu të Albania, që është e unë Albania, këto 4 vite nuk më dalin. Ku ke punuar këto 4 vite? Po, 7. Ku keni punuar? Në nërmarrjen e ndërtimit në Shenja. Çfarë moshe keni qenë në atë kohë? Kam qenë 16 vjeç. Shiko, me ligjin e ri të njihen vetëm 2 vite i nderuar. Sepse ligji i ri je nga 18 vjeç e lartë. Po, nëse të kanë ato të tjera duhet në proces gjyqësor. Faleminderit. Që nuk ja vlen se 2 vite. Çfarë rrugë duhet njëku, se ditësh, unë akoma s'kam dalë, se kam Nuk do ndjekësh asnjë rrugë, thjesht do aplikosh për pension dhe këto 2 vite do të njihen nga pra 18 vjeç e 19 vjeç do të llogariten, ndërsa 2 vitet e tjera 16, 17 vjeç duhen me gjyq, por që për aq pak kohë nuk ja vlen. Faleminderit, shumë faleminderit. Asgjë, të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes.
Alo? Po. Natja mirë. Po, përshëndetje. Ka Shkodra flasë. Urdhëroni Shkodra. Kanë kistin e 485 për njekëve politik. Po. Numër e logorisë, e kam dërgju me fotokote, certifikatet e me numër logorijet banket e. Po. Të shtina se ka me marrë vesh se si bashkë, s'kena ka marrë në të thonë kistin e 5. Shikoj, i 4-ti dhe i 5-ti janë duke u shpërndar një kohësisht në kuptimin një pjesë asaj që kanë ngelur të i 4-ti, edhe pjesa që sapo ka filluar i 5-ti. Sapo ka filluar. Po, na i kena quat atash. Ne më të kujdesh dosja? Dosja nëmën të Brahim Osmani. Brahim? Osmani. Ku banon? Ku ka qenë? Në Kosmos Bushat. Numër dosjes 329. 329. Pa. Ta shikimtore jam unë, që jam të të marrë në telefon. Okej, jo s'ka problem, na duhet emri dhe 329, të? Pa. Bukur, faleminderit. Për telefonat, shkëm me telefonat, do shta e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Dronizoj. Unë jam një zonjë nga Durrësi. Ju lutëm, desha të pysit qikë për ato të përndjekurit, që kanë dalë ajo zyrtare, në letën zyrtare emri, po nuk kanë ashu, nuk kanë aprovu, nuk kanë dalë në këtu në Raiffeisen Bank, ose të numër. As një kës nuk keni marrë, apo keni marrë dhe... Kam marrë 3 këste. I 4 dhe i 5 është duke u shpërndar, zonjë. Nuk është shpërndar i 4? Jo, është duke u shpërndar, po vazhdon si proces. Fakti që keni marrë 3 do të thotë që do të merri dhe tjetër, se s'ka. Po duhet në dokument në gjësë. Në rast se nuk ja u kërkojnë, jo. Nuk e di tash se nuk vetëm televizor se. Jo, s'ka lidhje. Në rast se nuk ju kërkohet si dokument, jo e dash. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Nuk kemi më kohë për telefonues tjetër, ndalemi edhe një herë tek dhe jam shumë i lumtur që kam goxha mesazhe për sa i përket të gjithë atyre që janë të interesuar për të kontribuar në fondin e sigurimeve e pensionit privat në kompani më të madhe në vend si Gal. Kështu që jam vërtet i lumtur që shtohet interesi për ju. Më besoni, është një lloj mundësie që rrallë gjendet në kuptimin e përfitimit të saj, sepse në rast se ju depozitoni, kontribuoni, po themi, si kundër paguani sigurime shoqërore në shtet, në rast se kontribuoni këtu për pension privat, ndryshimi është si është rrënjësor, pra nuk ka të krahasuar. Qoftë në vlerë, qoftë në mundësi, qoftë në lehtësira, facilitete dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me ligjin që është miratuar vetëm në favor të qytetarëve dhe të konsumatorëve dhe jo pa qëllim. Janë qindra milion euro që qarkullojnë çdo muaj, çdo vit për sa i përket kontributeve në pensionin privat në kompaninë Sigal. Kështu që është në mundësi shumë e mirë për të pasur pension dinjitoz dhe kemi vetëm në dorë për ta siguruar më së miri të ardhmen tonë. Dhe në moshë pensionit kemi 2 të tillë pastaj, atë të shtetërorit dhe shtyllën e 2 të pensionit që është pensioni privat. Është numri i poshtë 069 40 61 438. Mos nguroni ta telefononi për të marrë aty informacion mbi gjithçka dhe lehtësira që ofrohet nga kompania Sigal. Faleminderit, ishte gjithçka për sot, ne ritakohemi gjatë ditës në lajme dhe nesër në program. Ditë bukur gjithë.